probleme me konkursin e fundit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe kjo ndodhi sot me fillimin e trajnimit në qendrën për trajnimin e policëve në Idrizov. Sipas njërit prej kandidatëve, nga 660 kandidatët e thirrur, janë ftuar 200 kandidatë të tjerë që nuk kanë pasur vërtetim për kryerjen e kontrollave mjekësore, ndërsa nuk ishin thirrur ata që kanë kryer këtë procedurë. Në vendin tim dhe të kandidatëve të tjerë janë sjell 200 kandidatë të tjerë dhe këto ndërime janë kryer nga ish-ministri i Brendshëm Mitko Çafkov, vetëm 3 orë para se t'i dorëzoj detyrën Oliver Andonovskit, i cili ka qëndruar vetëm një ditë në këtë post. Shkruan kandidati që sot ishte i ftuar në qendrën për trajnim. Shkruan kandidati që sot nuk ishte i ftuar në qendrën për trajnim. Nga Ministria e Brendshme nuk u përgjigjen lidhur me denoncimin e bërë se përse 200 kandidatët që kanë pasur vërtetime mjekësore nuk janë ftuar sot për trajnim. Për këtë problem nuk është njoftuar edhe kabineti i ministrit aktual Oliver Spasovski. Siç mëson Televizioni 21, për shkak të këtij problemi, të gjithë 600 kandidatët e thirrur sot janë kthyer në shtëpi dhe se ata do të thirren veç e veç. Problem tjetër me konkurset e Ministrisë së Punëve të Brendshme janë edhe 88 kandidatët që janë pranuar në 2 konkurset e fundit, të cilët edhe pse kanë vendimet e punës të dhëna nga MBB-ja, problem paraqet Ministria e Financave, e cila nuk ka miratuar pagesën e rrogave të tyre. Për shkak të kësaj situate të krijuar, një pjesë e tyre kanë protestuar për 2 herë para Ministrisë së Brendshme, duke kërkuar zgjidhjen e statusit të tyre, ndërsa protesta kanë paralajmëruar edhe para Ministrisë së Financave.